Shikues nderuar, ju përshëndesim rikthyer sërish në TikTok, ku do të flasim ditën e sotme sërish për protestën, ku ashtu se dim jemi në ditën e 36 të kësaj proteste dhe për më shumë se një muaj bulevardi kryesor i vendit tashmë nuk është thjesht një hapësirë publike, por pasqyra e një krize të thellë sociale dhe politike. Ajo që nisi në Portonovo dhe zvërnesi një qendresë lokale për mbrojtjen e mjedisit dhe kundër projekteve të resorteve luksoze në zonat e mbrojtura, sot është shpërndarë në një valë marshimesh në kryeshtet me një kërkesë që tashmë ka kaluar përtej ekologjisë, pra dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe kabinetit të tij. Dhe pikërisht për diskutuar ditën e sotme mbi këto zhvillime në vendin tonë, kam të ftuar zotin Ardian Elezi. Ju përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje, nderuar, kënaqësi për ftesën. Atëherë zoti Elezi, do ta nisim me zhvillimet të fundit tashmë në Shqipëri. Si e keni parë protestën deri në ditën e 36, pra që jemi tashmë? I nderuar, protesta për hir të vërtetës ka ngjallë interesin e gjithë opinionit publik dhe si e tilla me shumë merite e ka marrë emërtimin si protestë qytetare, ka fituar familiaritetin e saj ku ka gjetë mbështetjen e gjithë qytetarëve shqiptar pa dallim, qoftë majtas e djathtë, të cilët për një arsye për një tjetër gjithë problematikat të cilët janë deklaruar dhe artikuluar nga protestuesit e shohin veten të ato, sikundër edhe vetë faktori ndërkombëtar i ka dhënë një jehon mbështetjes medias ndërkombëtare. Është një protestë e ligjshme që e parë këndvështrimin e moral, ka shumë arsye që protestuesit njerëzit protestojnë, të cilët po ashtu edhe në aspektin ligjor dhe kushtetues, që është garantuar kjo drejt nga ligji dhe kushtetuesa, dhe këto hapësira qytetarët në ushtrimin edhe sovranitetit të tyre, kuptimin e forcës pushtetit i cila buron pikërisht nga populli, ato e kanë ushtruar në një farë mënyre edhe kanë delegitimuar edhe qeverisën në sensin asaj që ka logjikën e numrave, ka rikët në parlament, por nga ana tjetër i ka humbur në këndvështrimin e protestuesve dhe ajo mbështetje morale e cila tashmë është në ditën e 36, siç ju e thatë. Do të është një protestë e pa parë në historinë e Shqipërisë gjatë këtyre 35 vitet të tranzicionit, sepse e veçanta asaj që po bëhet nga njerëz jo të politikës, por nga qytetarë të thjeshtë, dhe rreth cilës po janë grumbulluar të gjithë qytetarët pa dallim. Kjo është e veçanta e saj në sensin në dallim me ato protestat e thirrura përgjatë gjithë viteve të tranzicionit, një nga qeveria, një nga opozita, një nga opozita. Këtë rallë e kanë dorë qytetarët, të cilët kanë ngrit kazët e tyre dhe kanë fituar edhe qytetarinë e mbar vendit, në sensin jo vetëm brenda nesh, po edhe në diaspora. Kemi pas parasysh edhe protesta e 4 shkurtit, ishte një protestë mbarkombëtare ku të ftuar dhe pjesëmarrës ishin edhe nga diaspora, gjë e cila pulmoi me një numër shumë të madh protestuesish, dhe që për hir të vërtetës ishte një ngjarje historike, qoftë për sa i përket për masave, po për sa i përket edhe fuqisë saj, edhe mesazhet të përcjella, të cilët kush ka vesh duhet i dëgjojë, në kuptimin e reflektimit lidhur me ato kërkesa. E qartë, zoti Elezi, nga ana tjetër në mesazhet e tij më të fundit, kryeministri shqiptar Edi Rama u shpreh se po dëgjon tashmë vetëm ujin e rrjedhshëm sipas tij të qytetarëve me shqetësim reale dhe jo liderët e opozitës, që ai quajti hiena. Si lexoni ju të gjithë këtë ndryshim të gjuhës së tij? Mendoni se po përpiqet tashmë qeveria ndoshta të përçajë disi sheshin duke pranuar vetëm një pjesë të protestuesve? Po patjetër, nderuar, strategjia e qeverisjes dhe kryeministës është të kuptohet, është edhe përçarja në këtë drejtim, duke identifikuar protestat qytetarë dhe kërkesat e tyre në dy këndvështrimin, ato të cilët janë të lishme dhe moralshme dhe si tillë ai me reagimin e tij ka reflektuar dhe ka një tërheqje të kryeministit për këto kërkesat e tij, por nga ana tjetër synon edhe ta përçojë
protestën duke përdor atë gjuhën dhe retorikën e tij, siç ju e përmendët më herët, që nënkupton në një farë mënyrë partitë politike të cilet duhet të kapitalizojnë. Është një strategji e përçarjes dhe është një strategji e njohur e pushtetit dhe përçarjes të ndo, kuptohet duke bërë ndarjen e përfaqësuesve të sheshit nga përfaqësuesit politik apo udhëheqësit. Ku këto të parat kanë ato kazat e tyre morale dhe legjitime, të cilet kryeministri dhe qeveria është në tërheqje dhe madje edhe dje deklaroi që ka ngritur një grup pune të cilët i shef me vëmendje të gjitha këto kërkesa në kuptimin e përmbushjes dhe reflektimit ndërkohë që nga ana tjetër do të jap edhe një mesazh, do të thotë që unë dëgjoj hallet dhe shqetësimet e popullit, do jam i dëgjues i vëmendshëm i tyre dhe reflekton nga ana tjetër çfarë shinon edhe ta zhvendos vëmendjen duke nga kjo retorika nga përgjithësia te retorika në kuptimin e asaj që përgjithësinë që ka mundaj qytetarëve që i tillë unë i dëgjoj, ndërkohë që retorikën politike nuk e pranojnë në sensin e asaj që të përdoret kjo protestë për arsye politike nga kazat nga leadershipet politike. Kjo është arsyeja që përdor edhe duke i përçarë ato, po nga ana tjetër kërkon edhe të prishë dhe koezionin dhe ta shpërqendrojë vëmendjen, do të thotë që kjo është edhe një protestë që instrumentalizohet edhe nga pozita. Ka një qasje dy fishte, sa retorike po dhe politike. Ta në farë mënyrë legjitimon kërkesat e protestuesve, do të thotë që jashtë dhe si tilla është i gatshëm për të dëgjuar, për të reflektuar ato, por nga ana tjetër kërkon të distancohet edhe nga këto retorika politike që përdor protestat opozita për kazat e veta. Do Elezi, nga ana tjetër më shumë se qeveria po përdor të gjithë strategjinë e njorimit ndaj protestuesve dhe nuk po tërhiqet nga ana tjetër, sa mund të rezistojë gjithë kjo lëvizje qytetare në atë shesh, pra pa u fashitur qoftë nga lodhja apo nga ana tjetër edhe pa kaluar në një bllokim total të institucioneve? Nderuar, kjo ekziston kjo si mundësi në kuptimin e skenarëve të mundshme si mund të shkojë protesta, duke pas parasysh se tashmë ka ka zgjatur për te aty parashikimeve, është në ditën e saj 36-37 dhe si e tillë ekzistojnë këto rrisjet edhe dështimit fashitjes që ju thatë që vinë nga lodhja. Kemi parasysh që këto protesta përkojnë edhe me një situatë klime jo shumë të favorshme. Kemi parasysh që janë edhe periudha e pushimeve, korrin kushtet, të cilët njerëzit kanë hallet dhe dhanë edhe problemet e tyre familjare dhe ditë pushimi apo dhe efekti ndikimit të temperaturave të ndikon dhe si i tillë kjo reflektohet edhe në numrin e pjesëmarrësve apo në zbehen e tyre në kuptimin e mos mbështetjes, uljen e moralit e shumë të tjera. Kjo është një nga arsyet në kuptimin e faktit që nga një anë qeverisja nuk i dëgjon ato, donë që tregohet cinike përpara këtyre kërkesave, ndërkohë që edhe efekti dyshor që ka të bëjë pikërisht edhe nga ky mosdëgjesë apo nga ky refuzim apo neglizhencë, shoqërohet edhe me ndikimin e efektit psikologjik që vjen edhe nga klima apo nga problemet e tjera, ku njerëzit kanë hallet e problemet e tyre dhe rreziku i mos mbështetjes me fjalë edhe ekziston dhe mund ta shoqërojë këtë si i tillë. Ndërkohë që skenari tjetër që i përballë këtij cinizmi apo së reagimit të qeverisë, protestuesit mund gjejnë format e tjera të reagimit, format e tjera të shumta që janë mosbindje civile apo bllokimit si kundër rrugpane dhe disa raste episodike ku radikalizuar protesta, me fjalë pam ato akte të cilët u shoqëruan edhe me efekt publicitar, Danë rreziku danë i perceptimit apo përshkallëzimit protestat kushte që nuk po reagohet, nuk po jepet zgjidhje, janë vënë balans disa skenare. Ndër të tjera është ajo e fashitjes që ju thatë, mungesës së mbështetjes dhe ulja graduale e numrit protestuesve,
cilët ndikon negativisht edhe në ana psikologjike të tyre, efekti kohor, po edhe kështu skenari tjetër i radikalizimit që mund të vinë përmes bllokimit të mosbindjes civile, bllokimit të institucioneve, rrugëve, akseve kryesore, hyrje dalje siç u pa edhe në rastin e parlamentit këtu, ku goditën edhe deputetët. E shumë skenar mund të jenë, varësisht nga fakti çfarë strategjie mund të zgjedhin edhe, po themi, drejtuesit e endet pa kristalizuar në kuptimin e grupit drejtues të kësaj proteste. E qartë, në fakt, zoti Lezi, nga ana tjetër, këtë javë gjykatat liruan pothuajse të gjithë protestuesit të cilët ishin arrestuar ditët e fundit në protestë, ndërsa nga ana tjetër kemi aktivistët të cilët vazhdojnë të denoncojnë dhunë brenda makinave të policisë dhe të komisariatit numër 3 në Tiranë. Mendoni se këto po dëshmojnë një përplasje ku drejtësia tashmë nuk po pranon të kthehet, le të themi, në një mjet represioni për të trembur të gjithë ata protestues të cilët ndodhen në shesh? Po, nderuar, kjo është gjë e mirë në kuptimin e mesazhit që përcillet nga ana e struktura e drejtësisë, gjykatës në këtë rast, për sa i përket pavarësisht e saj në marrjen e vendimeve, të cilat bazohet në prova, në fakte jo thjesht vetëm në retorikën politike apo qëllimet që marrin institucionet e ekzekutivit, qoftë Ministria për Kasa apo dhe policia, keni farë mënyrë tregon edhe pavarësinë e këtij institucioni, që është një mesazh i fortë në kuptimin e asaj që institucionet funksionojnë dhe garantohet dhe parimi i barazisë, parimi i ndarjes dhe i ndarjes së pushteteve, do të thotë që veprimet e kryera nga ana e çdo institucioni përkundër aty sjelljes qytetare, ka është një institucion i tretë i cili i kontrollon këto nëse janë përputhje me ligjet dhe kushtetutën, dhe si i tillë vendimet që merr gjykata bazohet në prova, dhe si i tillë çdo masë që merret nga institucionet ekzekutive, në rastin konkret policia, është parë në këndvështrimin e gjykatës të rast që nuk ka qenë proporcional, në sensin e asaj që nuk është justifikuar një masë sigurie për shoqërim apo për arrest, për timajtësit e tilla, dhe këtu është diçka e mirë dhe një mesazh që i përcillet të qytetarët që drejtësia funksionon, të organet e drejtësisë funksionojnë dhe nuk mund të përdoren si instrumenta presioni apo represioni në përshkeljen e lirive dhe drejtave themelore të njerëzit, ku ndër të tjera protesta është një drejtë e garantuar me ligj dhe me kushtetutë. Dhe si e tillë do parë edhe ky vendim dhe që vendimet e gjykatës në këtë rast. E qartë, nga ana tjetër, zoti Lezi, edhe përplasjet e fundit që ndodhen pranë institucioneve, qoftë ato në komisariatin numër 3, por qoftë ato përpara kuvendit, lanë disi dyshime ku organizatorët thonë se aktet e dhunshme u bën nga persona të infiltruar nga vetë shteti për të prishur imazhin e protestës. Ju si e shikoni, pra sa mundësi ka që kjo të jetë e vërtet, dhe nga ana tjetër si mund të ruhet nga vetë organizatorët kontrolli i sheshit? Nderuar, kjo ka të bëjë me strategjinë e protestës në kuptimin e mënyrës organizimit të saj, dhe ato që e kanë marrë përsipër organizimin, marrin përsipër edhe anë rrisqet që shoqërojnë atë në kuptimin e shmangjes të tyre rrisqe, ku ke parasysh edhe mos perceptimin e protestës paqësore në atë të dhunshme. Ke parasysh nga artikulimet e deri tanishme të drejtuesve apo të konsideruar si të tillë që flasin në emër të protestës, ato janë deklaruar për protesta paqësore gjithmonë përmes mesazheve që i kanë përcjell, por që nuk e përjashton mundësinë askush që brenda gjithë turmës së madhe të njerëzve të ketë edhe njerëz të irrituar, të cilët çfarë përballë cinizmit apo përballë mosdëgjimit të qeverisjes për përmbushjen e kërkesave të tyre, shfrytëzojnë edhe këto mundësitë e përshkallëzimit të konfliktit, përshkallëzimit të protestës edhe me mjete të tjera ku janë parë edhe këto element, por që në këndvështrimin e protestuesve apo drejtuesve të saj, ato e kanë dënuar dhunën edhe kanë qenë kundër radikalizimit të saj, në kuptimin e mospërdërimit të dhunës dhe dhanë të kalimit në ekstrem, por që edhe brenda kësaj askush nuk e përjashton. Strategjitë e menaxhimit të protestës janë disa, në kuptimin ato
mund të distancohen në kohë reale për të gjithë atyre të cilët përdorin dhunën, si kundër ekziston edhe mundësia që në historinë e protestave që kanë ndodhur në Shqipëri, qoftë nga pozita dhe opozita, gjithmonë janë përdorur edhe për arsye retorike këto të cilit janë konsiderohen si të infiltruar dhe nuk përjashtohet si mundësi si e tillë, që nga qeverisja dhe nga palë të tjera, të cilët për ta bërë pisë protestën dhe në një farë mënyrë kjo jep edhe legitimitet qeverisjes për të ushtruar dhe për të reaguar në formën, po themi, represive pikërisht edhe për t'i shuar këto, ndërkohë që edhe e zbet në farë mënyrë edhe legitimiteti moral të kërkesave të protestuesve, të cilët janë deklaruar në mënyrë paqësore. Ndërkohë që drejtuesit e protestës duhet ta menaxhojnë atë me kujdes në kuptimin e saj që të krijojnë një infrastrukturën e duhur të sigurisë për sa i përket mbarvajtjes së saj përmes personave të caktuar për këtë qëllim, që të garantojnë në farë mënyrë qetësinë, mbarvajtjen e saj, moskalimin e ekstremitete dhe si e tillë janë pafund këto mundësi që i afrohen dhe distancimin reale të gjithë atyre të cilët në një farë mënyrë tentojnë përmes radikalizimit ta bëjnë pjesë këtë protestë, e cila për hir vërtetës ka fituar qytetarinë. Kur themi qytetarinë, në një farë mënyrë është si sinonim dhe metaforë e gjithçka që përfaqëson qytetaria në formën e reagimit të saj qytetar, përmes mosbindjes, përmes protestave paqësore, përmes konsekuencës që zgjat dhe si e tillë drejtuesit e protestës duhet të distancohen pikërisht nga kush, nga të gjithë ato të cilët në një farë mënyrë e përbaltin proteste përmes akteve të dhunshme, përmes akteve të dhunshme, mundësitë janë pafund, por kjo varet nga vullneti atyre të cilët duan që këtë protesta marrin pasër larg këtyre infiltrime apo larg ndikime. Por në asnjë rast nuk janë immuns skenarët, sepse në një protestë askush nuk ka monopolin e menaxhimit të saj për vetë faktin që aty ka të përbërjen një numër të madh dhe njerëzish me backgrounde të ndryshme, përkatësisht politike, ideologjike të ndryshme, të cilët në background e tyre gjithë farë mendimesh mund të kene, por e vërteta është që tashti protesta i ka rezistuar testit kohës për një protestë paqësore, pavarësisht elementeve të cilët janë parë së fundi për sa i përket edhe dhunës së ushtruar. E qartë, zolezi nga ana tjetër, ndërsa media të mëdha ndërkombëtare po i kushtojnë sigurisht hapësirë të madhe këtij tensioni tashmë që ndodhet në vendin tonë, ambasadat në Tiranë po mbajnë disi një heshtje totale. Pse i gjithë ky shëndrim kaq i rezervuar zolezi i diplomacisë ndërkombëtare përballë 36 ditëve të protestës? Kjo në farë mënyrë e nderuar është për të thënë një hapi, në është diçka cilët është parë me shumë interes reagimi i ambasadës dhe faktorit ndërkombëtar, por kje parasysh që Shqipëria është një vend në monitorim, në fazën e procesit të integrues dhe si ne jemi në zonën e ndikimit geopolitik, geostrategjik, perëndimor dhe euroatlantik dhe më së shumë të gjithë të shtete, partneret tona, më së shumë janë të fokusuar të partnerit të stabiliteti politik, se sa tek elemente të tjera, po pa i neglizhuar. Kemi parasysh edhe këto konceptin e respektimit standardet të Bashkimit Evropian, unë e synojmë, dhe si tillë parë për këndvështrimin e stabilitetit dhe standardeve ka qenë pikërisht edhe mendoj edhe qasja dhe qëndrimi i faktorit ndërkombëtar përfaqësuar përmes ambasadave të tyre në vendin tonë, të cilët nuk janë shfaqur kaq drejt në për sa i përket në qëndrimet të tyre, por që kjo s'do të thotë që ato nuk kanë vepruar në kuptimin e saj, kanë demonstruar elemente një pragmatizmi për të mos të ndërhyrë në punët e brendshme të vendit tonë, kuptimin publik, por që në asnjë rast mendoj që reagimi i tyre të mos ketë qenë, sepse ato kanë përcjellë edhe mesazhe, madje mund të ketë qenë mesazhe të forta underground, të cilët e kanë detyruar qeverisjen të reflektojë dhe të dëgjojë me vëmendje këto. Nuk përjashtohet mundësia që ato, duke qenë se janë të interesuar për stabilitetin, rujtjen e saj, dhe pra që kosa që protestat kanë arritur
kanë arritur në nivel caktuar, por nuk kanë përcaktuar në dhunë që të cënojë sigurinë dhe stabilitetin, ato mesazhet mund t'i kenë përcjellë në forma indirekte, underground, përmes takimeve të fshehura në kuptimin jo të bëra publike, por siç veprojnë ambasadat, përgjithsisht dhe përfaqësuesit e tyre, duke dhënë mesazhe dhe si tillë nuk është e pamundur që mos kenë përcjellje të tilla, por që fakti që protestat kanë arrit një jetëgjatësi, kanë vjetëhon edhe mediat ndërkombëtare, të cilet kanë reflektuar si kundër dhe qëndrimet edhe institucioneve të Bashkimit Evropian përmes rezolutave apo për mbështetjes apo me prezencën e tyre të eurodeputetëve këtu nga gjithë spektri politik i Bashkimit Evropian tregon në një farë mënyrë që shqetësimin ato e kanë lexuar dhe ai ka bërë jehon dhe kjo po themi është një nga fitoret e kësaj proteste, në kuptimin e ndërkombëtarizimit të saj, gjë e cila është parë edhe këtë mbështetje, që në farë mënyrë është diplomacia publike që zëvendëson ato diplomacinë tradicionale, edhe këto janë elemente të diplomacisë publike, në kuptimin e zërat publik të këtyre institucioneve, përfaqësuesit të Bashkimit Evropian, qoftë europarlamentar, qofshin përfaqësues të partive të ndryshme politike, në Evropë i kanë dhënë mbështetjen asaj edhe me prezencën e tyre, që tregon që faktori ndërkombëtar këtu e ka mbështet atë në sensin e mesazheve që ka përcjell, por që në linjën zyrtare përmes ambasadave ato janë të kujdesshëm në kuptimin e rujtjes dhe garantimit të parimit të mosndërhyrjes punë të brendshme, po sikundër nuk e shohin edhe stabilitetin dhe sigurinë dhe do vjen në balancë qëndrimi i tyre në raport me këto parime. E qartë, zyrezi nga ana tjetër mendoni se ka vullnet real politik nga kjo mazhorancë për të rishikuar ndoshta apo edhe anuluar projektet miliarda euro pra në Sazane dhe në Zvërnec, apo nga ana tjetër këto investime shihen nga qeveria si një mburoj gjeopolitike po i shuaj që ndoshta blen dhe heshtjen e ndërkombëtarëve? Po këto të dyja mund të shihen e nderuar, kuptimin e këndvështrimit të qeverisë. Këndvështrimin e qeverisë do të thotë që qeveria mundon të ta ruajë projektet e saj që ka të bëjë me Zvërnecin dhe me Sazanin, duke pas parasysh që prapasaj investitor me miliarder, në sensin sikundër edhe ato amerikanë, që të si instrumente dhe presionit ku askush nuk mund t'i bëjë, po themi, ta diskutojë të vetë faktin që janë familjet më të fuqishme të botës. Dhe si ti unë planin personal e kam mbështet këtë në idenë e kapitalit huaj përmes këtyre miliarderëve të cilët janë investime geopolitike dhe si tillë kjo është një qasje e qeverisë të cilët për ta justifiku vazhdimin e këtij projekti, por nga ana tjetër kuptohet është edhe një qëndrim tjetër i saj ku përballë presionit gjithnjë në rritjet protestuesve dhe ndërkombëtarizimit të qeshjes dhe kërkesat e tyre është i detyruar që të reflektoj duke bërë edhe arnime, po themi edhe arnime që kanë bëjnë me përmbushjen e kërkesave të protestuesve për sa i përket respektimit standardet për mjedisin ato që kanë bëjnë me kapitullin 27 Bashkimit Evropian pikërisht për zonat e mbrojtura për mjedisin, rujtjen e ekosistemit dhe si tillë qeverisja ka një strategji, po themi, edhe amortizimit të protesta përmes reflektimit të saj, duke i konsideruar këto apo duke i minimizuar dënsinë e ndërtimit në këtë zona dhe kërkon të ruajë edhe, po themi, imazhin e saj përballë kësaj situate. Është e dyanshme, është një reflektim i qeverisë përballë kërkesave të protestuesve, reflektimi i tyre duke bazuar edhe ato parimet dhe standardet e Bashkimit Evropian që janë edhe kushtet e kriterit të antarësimit pikërisht me kapitullin e mjedisit, po sikundë e tjera me llogaridhënien, me respektimin e transparencës e shumë parime tjera, por nga ana tjetër e përdor edhe si instrument apo si mesazh dhe presioni duke pas parasysh që këto janë investime kapitale të cilet gjenerojnë të ardha, gjenerojnë rritje ekonomike të madhe në Shqipëri, një pulsimi, por si kundër është edhe diçka një investim geopolitik në sensin
kush është pas këtij dhe si i tillë përmes saj synon edhe çfarë të zbej apo të amortizoj edhe presionin që mund t'i vijë nga faktori ndërkombëtar në rastin konkret nga Bashkimi Evropian në përballje me SBA-n. E çfarë lezi nga ana tjetër, nëse as qeveria nuk do të tërhiqet nga planet e saj dhe as qytetarët nuk do të largohen nga sheshi, cili është skenari më realist pra për të dalë nga ky ngujim politik po i quaj? Mendoni se shihni një zgjedhje pra një qeveri teknike, zgjedhje të parakohshme apo nga ana tjetër mund të kemi një marrëveshje në propaskem? Mund të jenë të tre skenarët, ndërruar varësisht edhe nga fakti çfarë roli luajnë edhe ndërkombëtar përballë kësaj situate, mund të jetë edhe një kompromis, po vetë fakti që qeverisja thotë nuk bëj dorëheqje në kuptimin e kërkesave që kanë artikuluar protestuesit të Rama-ik në kuptimin e dorëheqjes e tij. Kjo mund ta detyrojë çfarë që të përmbush disa kërkesa të tyre, qoftë për sa i përket investimeve strategjike, paketës maleve, po sikundër dhe garantimit të gjithçkaje që kanë bëjë me transparencën, llogaridhënien dhe shumë të tjera. Nuk është thjesht vetëm një situatë aty, tashmë është një protestë politike përtej episodeve fillestare të saj, sepse qytetarët janë ngritur, janë bashkuar një zëri për gjithë problematikët dhe shqetësimet që ato kanë dhe janë akumuluar për gjatë 35 vite dhe është sintetizuar në një logo kundër establishmentit politik. Dhe si e tillë skenarët lidhur me këtë protestë është varësisht nga fakti se sa ajo do të jetë konsistente në kuptimin e vazhdimit të protestës në mënyrë që mos përçahet rritjen e dozës presionit, pa shoqëruar kjo edhe me një presion edhe ndërkombëtar. Dhe këtu skenarët janë nga më të ndryshme. Një qeveri teknike do ishte më e mirë që lidhet pikërisht edhe me përmbushjen e kërkesave të protestuesve, formula cilës janë disa, po në rastin konkret protestuesit duhet të kenë informacion politik, po është shumë e vështirë që ato ta kenë si të tillë duke pas parasysh që në backgroundin dhe pjesëmarrësve është një konglomerat të tyre, kuptimin e origjinës, prejardhjes, përkatësisë, backgroundeve, të majtë djathtë të zhgënjur, po sikundër edhe neutral, të cilët janë bërë bashkë tash në një situatë si e tillë kundër establishmentit politik. Kjo ka qenë qasja dhe ato kërkojnë përfaqësimin e tyre përmes edhe një ndryshime kushtetuese, përmes ndryshimit të ligjit të kodit zgjedhor apo edhe një qeverie teknike e cila do të kujdestare të cilët do të marrë përsipër edhe këtë fazën tranzitore deri në zgjedhjet e ardhshme. Ndërsa që një skenar tjetër është që opozit merren vesh dhe të përmbushin kërkesat e protestuesve në kuptimin e këtyre ndryshimeve ligjore, por sikundër ato që kanë bënë me kodin zgjedhor. Dhe po kjo do të shihesh si kompromituese në vështrimin e protestuesve, sepse ato kanë adresuar përgjegjësi për gjithë establishmentin, pavarësisht se fakti që më së shumti këtu goditet opozita don përmes asaj që ata që kanë kërkuar Rama-ik dorëheqje e qeverisë e kështu me radhë. Kjo është një skenar tjetër, dhe skenari më pesimist që të vihet sfumohet dhe kjo të jetë një histori e harruar si gjithë historitë e protestave, dhe madje do të ishte më e padëshueshme në kuptimin e aspiratave të qytetarëve dhe të popullit shqiptar, të cilët në këto 35 vite të tranzicionit kanë akumuluar gjithë pakënaqësitë politikës në dy anë të saj, dhe si e tillë kjo do të ishte një humbje për Shqipërinë dhe për të gjithë ato të cilët shpresojnë për një vend të mirë begat, dhe kjo ishte një moment të cilët e rrallë do përsëritet, por gjithë do të kujtohet gjithmonë për mirë dhe për forcën e karakterit që kanë shqiptarët për të ringritë, sepse për hir të vërtetës ka qenë një situatë apatie, dhe kjo protestë në dallim me gjithë protestat ka bërë historinë e vet, në sensin e asaj që ishte një protestë që u thirr nga qytetarët, jo nga forcat politike, as opozit, pavarësisht që mbështetet edhe nga opozita me të drejtë, sepse kazat e qytetarëve janë kazat e saj, të cilët i ka artikuluar më së miri për gjatë 13 vjetëve të opozitës saj, dhe në një farë mënyrë është rreshtuar në mbështetje dhe për krah, por që edhe ajo ka qenë parazlarguar në kuptimin e mos përfitimit si kapital politik, por që e ka mbështet për arsyet të cilët opozita bën opozitën pikërisht për këto kaza.
Zoti Lezi, për ta mbyllur, ndërkaq shkurtimisht, pavarësisht se si do të mbyllet tashmë kjo histori, pra çfarë po ndryshon në shoqërinë shqiptare, apo dëshmojmë lindjen e një epoke të re të protestave që organizohen tashmë nga vetë qytetarët dhe që nuk kontrollohen dot më plotësisht nga të gjitha zyrat e partive politike? Po, është e vërtet kjo, do të thotë që ajo që po ndryshon është fakti që ju thatë, është një pyetje retorike, kjo e ka edhe përgjigjen brenda, do të thotë që këtë radhë qytetarët janë ato që i kanë thirrur, nuk në dallim me gjithë historinë e protestat, cilët e kanë thirrur partitë politike kryesisht, për sikundë ka një të veçantë që protestat po bëhen pjesë e qytetarisë, ADN-s së shoqërisë tonë, ku e cilët ato përballë një padrejtësie, përballë çështjeve të caktuara ato i bëjnë kaza kombëtare. Kemi parasysh qoftë kjo Zvërnecit, ajo që ndodhi në Vlorë, po ashtu në Rion, po gjithandej protestat kanë qenë protesta të qytetarëve të cilët e kanë fituar besimin dhe mbështetjen morale. Dhe kjo është një fitore e madhe, të cilët është atributi i këtyre protestave. Por nga ana tjetër kemi parasysh që kjo ndikon çfarë? Kjo ka një mënyrë ka ardhur si rrëdhoi kujtë, edhe ndërgjegjësimit të protestuesve shoqërisë shqiptare, po edhe efekti që ka luajtur teknologjia. Teknologjia apo gjithë infrastruktura sociale, aty që rrjetet sociale të cilët kanë ndikuar në mobilizimin e njerëzve, të cilët i kanë bërë bashkë përkundër padrejtësive, përkundër zbëshive, dhe nga ana tjetër edhe kanë rritur edhe shkallën e ndërgjegjësimit për transparencën, kanë për këto llogaridhënien, ndjeshmëria e publikut tashmë është bërë madhe që ka quar një solidaritet të madh të tyre në përballimin me këto sfida, dhe nga ana tjetër këto kazat qytetare dhe sfidat e qeverisës tashmë janë edhe në fokusin edhe qytetarëve. Kemi parasysh nuk janë thjesht vetëm ndërkombëtarët të cilët monitorojnë këto zhvillime, apo ato të cilët Bashkimi Evropian dhe SBA i kontrollon, zbaton dhe jep rekomandimet apo jep qëndrimet e tyre përmes raporte, po janë edhe në fokusin e qytetarëve, të cilët tashmë janë bërë pjesë e sensibilitetit publik dhe e opozitarizmit në shoqëri. Dhe kështu pa këto janë disa nga fitoret e protestës, të cilët për mendimin tim duhet të thani një bravo e madhe, një falënderim për gjithë ato protestuesit të cilët në një situatë apatie ku ishte shoqëria gjetën momentin e veçantë të cilët këto kaza i bën kaza mbarkombëtare dhe sot jemi përballë një situatë që askush nuk mund ta anashkalojë, pavarësisht përpjekjeve dhe cinike që mund i bën për t'i denigruar ato, për ta politizuar, për ta instrumentalizuar. Besoj që kjo protestë do marrë gjatë dhe shpresojmë që t'i korë frytet e saj të dëshirueshme që për sa i përket përmbushjes kërkesave të tyre, sepse ato kërkesat e tyre parë në këndvështrimin strategjik ende nuk janë finalizuar, por në parë në këndvështrimin taktik disa janë përmbushur, kuptimin e tërheqjes së qeverisë, rritjes së ndjeshmërisë të tyre ndaj presionit, po ashtu edhe ndërkombëtarizimit të protestave. Po ashtu dhe një lloj frike që kanë gjallë për hir vërtetës që përballë presionit qytetar ju nuk mund bëni asgjë për përfatet e këtij vendi për pasurinë kombëtare dhe pikërisht kjo shifet një fitore. Ndërkohë parë në këndvështrimin e objektivave dhe anë protesta ende është larg atyre përmbushjes e këtyre objektive në aspektin strategjik të tyre, por kjo koha do ta tregojë dhe se sa do të zgjatë dhe sa do i rezistojë testit mbjetesës së saj, por në finale është një protestë historike që do të përmendet gjatë. E qartë. Mirë, zoti Lezi, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Të përshëndesim, nderuar, kënaqësi për ftesën. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij programi dhe për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish nesër, deri atëherë mirupafshim.